Rugova Sinani, vajza e dëshmorit Tahir Sinani, ka reaguar pas ofendimeve të rënda të kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, i cili e cilsoi mercenar babain e saj, që mori pjesë në luftën e Kosovës, në luftën e Luginës së Preshevës dhe në luftën e 2001 në Maqedoninë e Veriut, kur ai edhe dëshmor. Sinani në një reagim në rrjetet sociale ka dënuar veprimin e Ballës, teksa e ka kërkuar atij të kërkojë falje publikisht. Sot Tauland Balla, një mbetje politikës shqiptare, përdhos dhe thyen emrin dhe gjakun e babait tim. Tauland Balla urgjentisht i duhet të kërkosh falje publike. Sot ti ma vrave për së dyti babën. Gjaku i tij do u athej qafën ty dhe gjithë atyre që prekin te plaga që hala dhemb. Tahir Sinani ra dëshmor për lirinë e trojeve shqiptare, jo për parti politike. E në qoftë se nuk e njeh ti Tahir Sinanin, e njeh gjithë shqiptaria. Ai shkoi me lavdi, po ti ça do lësh mbrapa, turp për ty. Sinani ka bërthirje organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës të mbrojnë të drejtat e veteranëve, të familjeve të dëshmorëve dhe vlerave të luftës. Një tjetër reagim i ashpër ka ardhur edhe nga lideri i nismës, Fatmir Limaj, i cili ka publikuar një video nga koha e luftës, ku shfaqet së bashku me heroin e kombit Tahir Sinani. Përmes postimit në rrjeteve sociale, Limaj bëri thirrje që të mos preken vlerat dhe figurat që sipas tij përbëjnë themelet e lirisë së Kosovës dhe kombit shqiptar.